Mirë se Vizion Plus me mbrëma të gjithëve, mirë se vini në Eurovizionin e pasdites. Takojemi sot për ta nisur programin me një vajzë të jashtëzakonshme, një vajzë e cila që në moshën 3 vjeçare ka praktikuar yoga dhe tashmë që ka kaluar edhe një shtatzani binjakesh, ka qenë deri ditën e fundit duke ushtruar. Jashtëzakonshme në fakt për mënyrën e saj të disiplinuar, duke tërhequr vëmendje edhe me videot që ka publikuar në rrjetet sociale, duke frymëzuar shumë vajza të cilat e ndjekin. Halisa Prifti ka lënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ardhur në vendin e prindërve të saj. Ajo në fakt ka lindur, është rritur atje, por vendosi të kthejë dhe këtë sport që ka shumë e dashur, që ka patur pasion, ndoshta pak edhe të imponuar nga babai i saj, ta sjell si një kulturë edhe në Shqipëri. Ne do ta kemi sot në këtë pjesë të parë të programit, kemi përgatitur një material prezantues për të, tek unë e mirëpres në studio. Të gjesh qetësinë e trupit dhe mendjes, paqen brenda vetes dhe aftësinë për të kontrolluar energjinë që merr, do të thotë që të kesh një trup dhe mendje të shëndetshme. E këtë e bën më së miri Halisa Prifti, e cila aktualisht merret me yoga dhe ushtrime të tjera, të cilat shërbejnë për të qetësuar trupin dhe mendjen. Halisa nuk është thjesht një trajnere e jogës, por një udhërrëfyese dhe dëgjuese shumë e mirë që ndihmon në lidhjen mes trurit dhe trupit, për të qenë një kompleks i plot dhe i shëndetshëm në të gjitha format. Ajo nisi të merrej me yoga që në moshën 3 vjeçare, ku e nxitur nga jati i cili merrej vetë me gjimnastik, ju injektua në gjak dëshira për të vijuar me ushtrime të tilla edhe në të ardhmen. Me një pasion që rritej dita ditës dhe me etjen për të mësuar më shumë, sot Halisën e gjejmë duke frymëzuar dhe inkurajuar shumë gra e vajza dhe mbi të gjitha nëna të reja që të merren me yoga dhe të kujdesen për mendjen dhe trupin e tyre. Duket se të njëjtën gjë ajo e praktikon edhe vetë. Pasi Halisa është nënë e një djali dhe së fundmi, vetëm pak javë më parë, edhe nënë e 2 vajzave binjake. 2 shtatzani që duket se për Halisën kanë kaluar shumë lehtë dhe bukur, e për këtë e ka ndihmuar pikërisht yoga. Se me jetë që pulsonin brenda trupit të saj, ajo sërisht nuk i ndali disa aktivitete që pasuronin përditshmërinë, gjithmonë duke u treguar shumë e kujdesshme e duke përfshirë këtu edhe ushtrimet e jogas. Përveç përvojës së saj gjatë gjithë jetës në yoga dhe mirëqenie, ajo mban një sër certifikimesh në disiplina të ndryshme, për të cilat do të na tregojë më shumë sot në Vizionin e pasdites. Jam e lumtur që e nis me Alisën, ju e pat që në nisjet programit sa në formë është ajo, edhe pse ka vetëm pak ditë që ka sjell në jetë binjaket e saj. Dua t'i uroj jetë të gjatë vajzave dhe uroj që çdo gjë të shkojë ashtu siç duhet, se janë vetëm pak ditë. Alisa, e ke marrë veten? Po, 10 ditë, to be exact, dhe faleminderit. Po, ka qenë një journey vërtet e bukur, por me ato të veta, normalisht si çdo shtatzanim. Si çdo shtatzanim. Megjithatë, unë besoj që yoga ka patur atë ndikimin e vet për ta bërë disi më të lehtë, apo jo? Patjetër që po, dhe jo vetëm yoga gjatë shtazzanis, por mendoj që gjithë pjesa dhe para është shumë e rëndësishme. Unë duaj që të tregojmë pak historinë tënde. Sigurisht ti do na tregosh edhe këto etapat e shtatzanis, sepse e thash, besoj në rrjetet sociale ke tërhequr vëmendje pikërisht për këto videot që ke publikuar deri ditën e fundit, mu duk sikur ke qenë pjesë e studios duke bërë yoga. Po ishe vetëm 3 vjeç kur fillove të mësoje ato hapat e parë të jogës? Po, si ka nisur për ty? Po, atëherë siç e thatë, u përmendë vetë në fakt nga prindrit sidomos. Babi im ka qenë profesor gjimnastike këtu në Shqipëri, para se iku në Amerikë. Duke parë babin në shtëpi duke bërë yoga, gjimnastik, pas e normalisht ajo të vjen, pra bëhet një pjesë e familjes, një pjesë e shtëpisë që ti do e ndjek sepse e shikon. Dhe duke parë që e vogël dhe unë dhe vllai në fakt kemi hyrë tek ajo
letemi të ka jo grup të më thënë. Edhe pastaj me gjimnastikën gjithashtu kemi qenë professional gymnast që në Amerikë, edhe pastaj kemi vazhduar të palestra jo normalisht në Amerikë të pjesë. Nëse ishte babi e shua mësoj hapat e para, po ju shkuat në një kursi? Jo, babi pa tjetër, babi. Më fillimisht babi, pastaj duke bërë dhe hands-on experience, duke punuar të palestra jonë, përveç certification që kemi bërë dhe më thënë aty. është një eksperiencë jetësore, do thoja. Se pikërisht yoga, sigurisht që gjimnastika ka forma të ndryshme, sporti në vetë mund të ketë disiplinat cilat mund t'i zgjedhësh për t'ju dedikuar. Pse zgjedhe pikërisht jogën? Përveç pjesën që jam rritur me yoga, unë mendoj që është një disiplinë shumë e bukur dhe e mirë për çdo lloj personi, jo vetëm nëse je një nën shazane apo jo, sepse bashkon pjesën e mind, body and soul. Trupit, mendjes dhe shpirtit, nëse mund ta them në shqip, dhe nuk ka gjë më të bukur kur ti bashkon ato dhe shikon benefitet pastaj gjatë ditës, gjatë rrugës që ti ndjek gjatë jetës, domethënë. Edhe gjatë shazanis në rastin tim. Në rastin konkret që ka qenë besoj shumë e rëndësishme. Po çfarë merr nga yoga? Sigurisht që ti e flet me shumë pasion edhe do shumë si sport edhe je dedikuar totalisht 100% do thoja, dhe ishte ajo tradita, kultura që po e sjell edhe në Shqipëri tashmë, po për ty çfarë ndryshimesh mendon se ka sjell, edhe pse ti ke qenë që e vogël, ndoshta nuk ishte një ndryshim më shumë sa krijimi i karakterit tënd dhe i të formuarit atë që ti je sot, si ka ndikuar yoga? Do thënë përveç pjesën fizike që duam të pranojmë është diçka e rëndësishme, pjesa e inner, pra mendjes është më e rëndësishme, pra pjesa e peace, pra peace të më thënë, qetësia, më fal tash në anglisht, po how you handle situations, pra si merr situata, po gjatë ditës, kur je në punë, kur merresh me njerëz, pra të jep një disciplinë që ti ditë përcjellësh tek njerëzit, pra ditë merresh me veten, dhe kjo gjë më e mirë, domethënë, inner peace në fund të ditës. Po, e kuptonte rrethi yt miqësor, ndoshta edhe kur ishte pak më e vogël Halisa atë që ti përjetoje duke praktikuar jogën kur ja shpjegoje? Mendoj që po, sepse unë në fakt gjithë rrethim ka qenë njerëz që merren me diçka të tillë, se unë jam rindur dhe litur te palestra jon në Amerikë, dhe normalisht njerëzit që kanë vërdall ka qenë një grup i tillë, pra gjimnast, yogis, pra e kuptojnë domethënë, patjetër që po. Si erdhi vendimi për të kthyer në Shqipëri? Ju tashmë e kishit ngritur aty punën tuaj dhe ti je në Shtetet Bashkuara të Amerikës, shumë shqiptar e lakmojnë, është si vendi i mundësive. Ti ndërkohë edhe pse ishe lindur atje, ishe rritur në Amerikë, vendose të kthehesh tek vendi që teksa ne po bënim atë bisedën para se të hynim në program, se është vendi im edhe mbetet Shqipëria. Po, në fakt siç u thash, prindit kanë qenë 89 që kanë lëvizur dhe ikur, dhe ka qenë pra unë prap nuk i them vetes dot completely American apo completely shqiptare, sepse prap jam duke gjetur atë rrugën, por do thoja që vija shumë shpesh me pushime në Shqipëri. Domethënë pak a shumë çdo verë, dhe gjithmonë ka qenë ajo inner feeling që unë dua të shikoj pak më shumë nga vendi im, sepse kur je me pushime dhe kur je duke jetuar diku është two different perspectives, domethënë. Dhe pas disa vitesh thash okay, po e provoj, tani është mundësia më e mirë, e provova punën çdo lloj gjëje, edhe kaluan 9 vite, 10 vite gati, dhe tani jam këtu. Ishin dakord prindërit që ti të vije, ta lije Amerikën, ti lije edhe ata vetë, se ndoshta ata nuk e kishin dëshirën për të kthyer, nuk e di si qenë ato bashkëbisedimet e para, po sa ishin dakord që ti të vije ti ato? Ishin dakord, isha shumë free në këtë kuptim, sepse gjithmonë mundësia për të shkuar prapë është aty, pra prindit kisha aty, mundësin për të shpër televizor e kam shumë të hapur, kështu që nëse worst case scenario, unë do ktheja prapë, do fusja prap në sistem, pra do punoja etj. Kjo është një experience e re, domethënë thashë gjëja, okay, if not now then never, se pasi nuk i dihet jetës si ecën andej në Amerikë. Nëse nuk do ndodhte tani, ndoshta nuk do të vinte më kurrë një moment i tillë. Nuk i dihet, po. Ti ke ardhur bashkë me vllain tënd, pra ishte një vendim që e morët të dy Alisa, apo erdhe ti fillimisht dhe më pasaj? Jo, erdhëm të dy, diçka që të dy donim të provonim, edhe pse dy profesion të ndryshme, veç pjesën e jogës, gjimnastikës që ne kemi të dy, domethënë, tham okay, it's time to give it a try, dhe e provuam. E gjetët veten mirë të paktën në atë periudhën e parë kur erdhet në Shqipëri, se ndryshe të vish si vizitor, si turist, dhe ndryshe të vish të punosh dhe të njohësh edhe njerëzit, kulturën e punës, se çdo gjë tjetër që ndoshta ndryshon disi nga Amerika. Me thënë drejtën, u desh pak kohë të përshtatemi, sepse mentalities janë ndryshe, njerëzit janë pak më ndryshe. Gjua ka qenë vështirësia vetë, se ne dim të komunikojmë prej familjes tonë që e mbajti gjuhën, le të themi, e gjallë shqipe në shtëpi, por prap kur je në punë apo diçka tjetër, është pak ajo vështirësia, domethënë, apo nuk kupton për shembull shakara që bën. Okay, one more time I understand it. Kështu që kjo ka qenë pjesë pak më e vështirë, pasi normalisht i përshtatesh, edhe domethënë
i kaluam atë pjesën më të vështirë. Tashmë babi ka ardhur dhe jeton me ju. Po, prindi po vin, po. Vendosur totalisht në Shqipëri edhe ai. Pse erdhi në Shqipëri? Pse vendosi dhe ai ta lindte Amerikën me ftesën tuaj? Ishit ju që insistua? Po normalisht ku janë fëmijët këtu do vinë dhe ata, kështu që. Mami ndërkohë vazhdon ende me punën po vin në Amerikë, ndoshta edhe ajo do ta gjej rrugën për të ardhur pas fëmijëve me vendimin që ju morët. Fillimi e the pak më parë, Aliza, ishte i vështirë tashmë bashkë me vllajin punoni dhe keni këtë studion tuaj të jogës edhe jeni duke praktikuar dhe duke i mësuar shqiptarëve atë kulturën e kësaj disipline ndryshe. Sa i njohin jogën shqiptarët? Tani, në fakt, babim ka qenë nga të parët që praktikonte yoga që atëherë domethënë, edhe është shumë low key, por ka vazhduar vazhdimisht. Ata që e dinë domethënë yogan reale, pra jo YouTube yoga që e quajun, që janë shumë instruktorë që kanë filluar tani që mësojnë ato, mësojnë 2-3 gjëra, mësojnë fjalë të bukura edhe mendojnë që janë instruktor. Do theja që pak a shumë domethënë nga babi domethënë që ka praktikuar, por që le themi ecën mirë edhe mendoj që e kuptojnë ata cilët realisht e njohin. Ata që e njohin domethënë e njohin dhe e dinë, por patjetër që është futur shumë edhe si trend, si Pilates për shembull, kështu që do kohën e vet. Për çfarë vinë kryesisht në yoga? Çfarë duan më shumë të mësojnë? Vinë për qetësinë mendore, Alisa, apo duan më shumë ato benefitet fizike të shohin? Unë mendoj është një all-inclusive thing. Patjetër që qetësia mendore është e para, do thoja, pastaj gjërat e tjera vjen gradually, pjesa fizike, domethënë rëndësika ati ta bërë si disiplinë dhe pastaj çdo gjë vjen me kohën e vet. Although të thash, këtu është bërë më shumë si trend në fillim, pra vinë një javë, domethënë 2 javë, disa muaj dhe pastaj lëvizin, por surprisingly tek studio dhe më thënë njerëzit dhe klientët ne kemi shumë consistent dhe vetë nuk kam pas të experience me klientët që ne kemi. Pra janë shumë static, consistent dhe qëndrojnë dhe më thënë. Cilat janë pyetjet më të çuditshme që të bëjnë zakonisht e që të ka bërë gjithmonë përshtypje kur vini në studio para se ta njihnin tërësisht jogën nga ju? Çfarë të bënte përshtypje? Mund të them një nga meditation, për shembull kur funksionojmë pra bashkëpunës me frymarrjes edhe meditimit. Fillojmë me frymën dhe thënë, "Ok, unë nuk di të marr frym." Tani fryma vjen me kohë, pra të gjithë marrim frym, por të mësosh ta bësh në një mënyrë të qetë, me mendje të lirë, mendje të qetë, do pak punë. Dhe janë këto pyetje që si mund të marr unë frym, si kështu, por gjithçka që i themi sepse shqiptarët kryesisht i duan gjërat shumë shpejt. Dhe i themi patience, është gjithçka që vjen me kohë, nuk e mëson dot me një ditë apo 2 ditë. Jepi vetes kohë, jepi vetes atë journey që duhet dhe pastaj t'ia merr dorën. Kjo ka qenë një domethënë. Pastaj ne në fakt kemi qenë dhe jemi studio e parë që ka futur dhe pole fitness përveç gjimnastikës edhe tjera disiplinë në studio. Dhe një pyetje tjetër mund të ketë qenë për pjesën e pole fitness. Pra pole besoj se mund ta dini, domethënë është një tub që bën ushtrime. Edhe e ngatarojnë shumë me pjesën e stripping dhe thonë çfarë është kjo lloj praktike që nuk ka lidhje fare me stripping sepse në tematikë, domethënë në terms, stripping është fjalë tjetër në krahasim me pole sport apo pole fitness. Është e kërkuar si sport apo nuk njihet shumë? Pole? Po. Nga më përshtypjen që e kanë parë më shumë ndoshta në rrjetet tuaja sociale dhe kanë parë që ti e praktikon, por nuk e di sa e njohin dhe se sa e din se çfarë mund të sjell në vetvete. Nuk e njohin me thënë të drejtën shumë në Shqipëri. Ata që kanë filluar dhe kanë kuptuar që është vërtet në fakt një sport në fund të ditës, pas sa kohë që e kuptojnë, pastaj normalisht ata që nuk e din, pa e provuar, domethënë mund të gjykojnë, por mund ta bëj kushdo, Alisa, se duket shumë e komplikuar. Është shumë e komplikuar, është do goxha forcë, por patjetër që çdo person mund ta bëjë, se ti fillon në basic beginners level dhe pastaj vazhdon lart, si çdo sport domethënë. Sa kanë ndryshuar shqiptarët në këto 9 vite për mënyrën se si e shohin jogën apo sportin në tërësi në gjykimin tënd? Mendoj që është përmirësuar patjetër. Domethënë sipas eksperiencës është përmirësuar. Do më shumë kohë do thoja që ta kuptojnë vërtet thelbin e jogës dhe benefits që jep yoga në vetvete, por mendoj që jemi në rrugë të mirë. Domethënë hap pas hapi, I think it's gonna get better. Flasim pak për pjesën e shtatzanisë. Ti ke vendosur në fakt që shtatzanit ti realizoje të vinin edhe me bekimin e Zotit, ndoshta afër me njëra tjetrën. Pra djali është vetëm 1 vjeç. Pa 1 vjeç e gjys. 1 vjeç e gjys, kështu që një diferencë shumë e vogël edhe jotja për të marrë veten nga njëra shtatzani në tjetrën. U shkëputet ti ndonjëherë nga puna, paktën me djalin? Me thënë drejtën shumë pak. Unë kam punuar me djalin deri në fund, mbase jo
muajin e fundit shumë, pra të punoj të stërvitin vetën time, kam bërë deri në fund fare. Me gocat, gjithashtu, pra deri në fund kam punuar, biles të babi më tha një ditë Halis, duhet lejmë të punor, sepse nuk mund që barkun këtu në palestër, se për ty, domethënë, you have to relax a little bit, por që me shumë dëshirë të bëja deri në fund fare. Kishte momente në cilat kishe merakun, se ne kemi parë disa nga videot, patëm mundësin edhe në material t'i ndishnim, edhe të kryojnë idenë që ti mund të rrezikosh shtatzanin në momentin që bën disa lëvizje më të guximshme, se sa disa lëvizje të tjera që mund t'jenë më të lehta, po ti duke shumë elastike dhe përballon shumë mirë. Si është në të vërtet ky raport? Sa e vështirë është? Në fakt, në lëvizjet që unë kam bërë, unë vetë i kam thënë kur kam folur më para, I wouldn't recommend it to anyone, sepse unë vetë njoh trupin tim dhe i di se çfarë mund të bëj, dhe asnjë nuk do të kaloj. Jo, por dhe unë asnjëherë do bëja diçka që vjen në rrezik fëmijët e mi dhe veten time në fund të ditës. Dhe i kem thënë gjithmonë njerëzit edhe klientët që unë asnjëherë nuk bëj më shumë se 30% se çfarë mund të bëj. Pra nuk e shtoj veten në maksimum, edhe pse këto duken shumë të vështira mbase me një sy tjetër, por I never go to that extent, se më e rëndësishmja në atë moment është my babies edhe vetja ime. Patjetër. Kishte komente të cilat e vinin në diskutim rrezikun që mund të kishte ti me ato? Me thënë drejtën, jo. Nuk kam thënë asnjë gjë, domethënë thjesht kanë parë. Prindrit pastaj, normalisht mamaja që okay, kujdes, është diçka prindërore në fund të ditës, por që ata e dinë që I would never risk anything. Babin e gocave dhe të djalit e ke përfshirë në yoga? Ka qenë ai pjesë? Patjetër që po, aq sa mundet. Ne pam në fakt një nga fotot në cilat ai të mbante këmbët e tij, kështu që tregon që ti disi e ke futur në edhe rezartin atë botën tënde të gjimnastikës, të elasticitetit. Sa është përshtatur ai? Është munduar, le themi, nuk ka nga të shkoj, por jo, është përshtatur shumë mirë. Domethënë, ne në fakt mundojmë edhe me fëmijë, tani fëmijë se janë 3, me djalin sidomos, se marrin gjithmonë tek studio në fundjavë, në trampolinë aty, bëjmë yoga, djali qef dhe fëmijët të tjerë që janë aty, edhe është mund të them një frymë shumë e mirë për fëmijët, por edhe për ne në fund të gjithë familje, sepse është it's a family thing, kupton? Pra nuk shkon, le të themi ketegu që shkojnë 90% të shqiptarëve për një fundjavë, por ti shkon del në natyrë, bën diçka për shëndetin tënd. Po, është një gjë që e ka dashur dhe rezarti, apo në një farë forme të është përshtatur ty se ishte dëshirë, ishte profesion dhe pasioni yti? Jo, edhe rezarti e ka dashur dhe e do në fakt, sepse është diçka pra ku ka më mirë, se sa për shëndetin. Gjëja më e mirë që mendon se të ka dhënë yoga Alisa në gjithë këtë periudhë të shtatzanisë tënde. Edhe me të parën, se ti thej që deri muajin e fundit, ndoshta ke qenë në punë, po për veten tënde deri në momentin që lindë, ndoshta ti ke qenë duke ushtruar. Çfarë të ka dhënë më shumë ti? Unë mendoj lehtësinë gjatë shtatzanisë, por edhe gjatë delivery pa ku kam lindur, sepse në fakt me djalin nuk kam pas linjë natyrale, që unë rekomandoj të gjithë mamave që kam mundësinë ta bëjnë linjë natyrale, është gjëja më e mirë që mund të bëjnë, për shumë arsye që mbas tani s'kemi kohë ta flasim shumë, dhe me gocat unë kam pas një C-section. Ndikon, po thuaj, edhe për të patur lindje natyrale. Patjetër që po. Tani normalisht mund të jenë disa risks që janë të tjera që e drejtojnë mënyrën e lindjes të jetë një C-section, pra më operacion, por kur ka të bëj me lindje, nëse është çdo gjë healthy, patjetër që po. Sepse është frymarrja në fund të ditës kur bën pjesën e delivery, pra ku je duke lindur. Pjesa fizike që ka të bëj, pjesa mendore, pra është një bashkim e të gjithave, pra çdo pikë që të ndihmon shumë. Mundet çdo grua shtatzën ta praktikoj jogën, apo ka një ndarje, ndoshta dikush e ka të pamundur, si funksionon? Tani me prenatal yoga, që ne i themi, pra është term në fakt që njihet në gjithë botën, patjetër çdo person mund ta bëj, por unë gjithmonë për kujdes themi që me pranimin, pra with the doctors okay, nëse këshillon doktori, po se në fund të ditës doktori e di më mirë si e keni, pra si një person e ka shtatzanin. Por zakonisht nuk duhet të ketë problem, rëndësi ka që është më e rëndësishmja që instruktori që juve shkoni të di se çfarë është prenatal yoga, sepse janë shumë lëvizje që nuk lejohesh të bësh, pra janë twists and turns, apo ndonjëherë që unë në fakt nuk e kuptoj ndonjëherë pse ndodhe shumë në Shqipëri kur bëjnë prenatal yoga sessions që janë në grupe të mëdha, që kjo është shumë e rrezikshme, sepse normalisht çdo shtatzani është ndryshe dhe nuk e ke mendjen si instruktor, dosa mund të jesh shumë i mirë, por tek një person ku janë 20 veta në sallë. Kështu që duhet të kesh shumë kujdes se
ku po e bën jogën e para punës dhe është më e mira të kesh grupe sa më të vogla ose one-on-one, sepse është shumë specifike dhe nuk ja vlen të riskosh për këta. Patjetër. Ajo që vjen pas shtatzanis, besoj që është një tjetër hap shumë i rëndësishëm për gjitha nënat, ndoshta edhe nga ana emocionale që vjen ajo periudha postpartum që çdo vajzë e has. E këshillon si veprohet dhe kur mund të kthehet një vajzë, një grua e cila sapo ka lindur më pas për ta praktikuar, Alisa? Zakonisht është kjo 40 ditë që du të presim që thojnë të gjithë. Unë vetë me djalin mund të kam filluar ushtrime ditën e 3, si jam quar në këmbë ditën e parë normalisht, dhe pas e kam punuar ditën e 10 me dëshirë, se doja televizja dhe mendjen. Me gocat pastaj nga që kisha C-section, unë jam quar ditën e 2 në këmbë normalisht, dhe pas e kam filluar mund të themi ditën e 6 apo 7, që gjërat të lehta gjithmonë. Tani nga shtatzania, pra është shumë rast specifike, nuk mund të them çfarë është më e mira për të gjithë, por rëndësi ka që mjeku të thotë okay, you're okay to move, dhe unë nuk them të bësh yoga siç është në video mbase tani, por që gjërat të lehta, lëvizje të lehta, frymarrje është okay. Pra yoga është edhe pjesa e frymarrjes, të mësosh të marrësh frymë, to regulate yourself, dhe këtë mund ta bësh ditën e parë që pas lindjes. Zakonisht, cila është mosha kur fillohet yoga? Ne të dëgjuam ty që nga ndikimi ndoshta edhe i babit dhe ke filluar që në moshën 3 vjeç edhe të pëlqenin ato lëvizjet, po zakonisht kur është mirë që dikush të fillojë të merret me yoga edhe si ndikon edhe tek fëmijët për ta përmbyllur edhe bisedën, Alisa? Po, në fakt unë do thoja sipas eksperiencës aq më herët aq më mirë, sepse kur të futet në gjak që një moshë të vogël është shumë më vështirë të hiki nga ty. Dhe pastaj of course ka shumë benefits të tjera. Kur mund ta fillosh, nëse nuk e ke filluar që e vogël, në çdo lloj moshe. Rëndësi ka të fillosh dhe të jesh consistent në atë që bën. Sepse nëse ti fillon tani dhe e bën një javë dhe thua, e kam bërë një javë të plot, pastaj i rikthesh pas një viti, nuk e merr atë benefit që mund ta marrësh nëse ti bën nga pak për ditë apo nga pak çdo javë, po të jesh consistent. Sa është mirë që të praktikohet? Pra ka një ndoshta sa herë në javë apo si do ishte më e mira sipas teje? Më e mira është për ditë. Ai nuk është se kemi të gjithë kohën për ditë, por mendoj që të gjithë kemi një 10 minutes a day, të paktën ti vesh vetes tënde si detyrë që okay, unë do bëj 2-3 gjëra, pastaj ajo vjen, you get hungry for it. Ajo vjen me kohë që shton edhe pak minuta derisa të bëhet një pjesë e rutinës, edhe e rëndësishme. Alisa, unë falenderoj shumë që ishe në Vizionin e Pasdites për këshillat e vlefshme që dhe po edhe për frymëzimin tënd se ti na dhe atë shembullin asaj vajze që ka qenë deri ditën e fundit duke ushtruar pavarësisht vështirësisë që mund të hasë një vajzë e cila është shtatzane. Mbi të gjitha me binjak siç ishe edhe ti. Falenderoj shumë që ishe këtu. Faleminderit për ftesën. Thank you. Ne do të shkojmë në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.